dhe me këtë dua ta mbyll. Nga proceset zgjedhore që ke mbuluar, nga fushatat, por edhe e gjithë ajo, si themi, periudha ku shkohet drejt zgjedhjeve, krimi zgjedhor ka ardhur duke u ullur, ka patur një përmirësim, dhe nëse shohim me zgjedhje tjera që mund t'jenë sa afërmi për bashkit ndryshme për shembull në lokale, është rritur raporti, por është sofistikuar. Pra nëse më përpara në Vorë, për shembull, ambasadori amerikan me ambasadorin e Bashkimit Evropian ngritën celularët e tyre, ne kemi qenë live në atë kohë me News 24, për të filmuar njerëz botës krimi që qëndronin tek rrethimi i qendrave të votimit, këtë nuk e kemi parë këtë herë, por edhe krimi, edhe politika është sofistikuar shumë më tepër. Ndaj po them që spaku duhet na e dëshmoj me prova dhe me fakte të vërtetën e këtyre zgjedhjeve, dhe e vërteta e këtyre zgjedhjeve ndodhet në përgjime, në vëzhgime, në fotografime, në takime kokë më kokë, në kamera sigurie, në celular që do të zbërthehen, por që shpresoj të mos merret shumë kohë për ta bërë këtë, po të ketë një kohë të koncentruar. Që ta bëj shpejt, sepse qytetarët në fund fare duhet ta dinë të vërtetën.